Në 2016, Bashkia e Tiranës nëpërmjet një tenderi ndërkombëtar do të realizojë menaxhimin e mbetjeve të kryeqytetit. Për këtë do të ketë 2 projekte: menaxhim të landfillit të Sharrës dhe ndarje e mbetjeve për riciklim që në origjinë, që kërkon dhe infrastrukturë, pra kontinjer të veçantë për mbetjet qelq, plastik, metal. Sipas kryebashkiakut Erion Veliaj, me këto 2 projekte do të zgjidhet situata e mbetjeve në Tiranë, që është shndruar në një risk për shëndetin e qytetarëve. Ne duam që një nga investimet më të mëdha të Bashkisë Tiranës të jetë landfilli i Sharrës. Projekti funksionon kështu. Banka Botërore është duke përgatitur, duke përmbyllur planin e fizibilitetit. Mbasi kjo të mbyllet, do të bëhet një thirrje ndërkombëtare, sepse kemi kuptuar që sa herë, ju e dini edhe nga këto historitë e pastrimit, mos ju them detaje, po sa herë që futen shqiptarë në lojë, jo e gjejnë një kleçk, jo po s'bëra këtë, jo po s'nuk, jo po shko pastaj në gjyq, ndërkohë plerat i rren sheshit. Do të vëmë edhe proces riciklimi, ku mbetjet ndahen, në kosha që nuk janë të aksesueshëm, që jo çdo njeri mund të futet edhe të nxjerrë gjithë mikrobet jashtë për të kapur një shishe plastike. Kryetari i Bashkisë së Tiranës ka diskutuar me banorët e njësisë administrative Kashar dhe Vajqar projekt buxhetin e 2016-s. Për Kasharin është parashikuar një buxhet prej 250 milion lekësh, ndërsa për Vajqarin 80 milion lekë, të cilat në pjesën ndërmuese do të investohen në infrastrukturë dhe në ndërtimin e shkollave të reja në këto zona.